questa musica stasera che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia, io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla. Un sapore che sa di addio, ma dolce come primavera. Familjar, miq dhe të ftuar, mirë se keni ardhur në këtë ditë të veçantë, një ditë që na ka mbledhur të gjithëve për të festuar jo vetëm një ceremoni, por një histori dashurie që tashmë ka gjetur kuptimin e saj më të bukur. Sot jemi këtu për të nderuar Kristinën dhe Sabriun, dy njerëz që kanë zgjidhur njëri tjetrin shumë kohë përpara kësaj dite. Lindin shpejt, por shuhen pa aq shpejt. Por ka edhe dashuri që rriten çdo ditë, që forcohen përmes sfidave, që zbukurohen nga momentet të vogla të jetës, dhe që e bëjnë lumturinë të duket më e natyrshme. Historia e Kristinës dhe Sabriut është pikërisht një histori e tillë, një histori që nuk është ndërtuar vetëm mbi fjalë, por mbi veprime, mbi mirëkuptim dhe mbi zgjedhjen për të ecur gjithmonë krah për krah. Si çdo çift, edhe ata janë të ndryshëm. Kristina është plot energji, spontane dhe me një karakter të fortë. Ajo është ajo që sjell gjallëri, emocion dhe dritë në çdo vend ku ndodhet. Sabriu, nga ana tjetër, është njeriu i qetësisë, i urtësisë dhe i durimit. Ai është ai që di të dëgjoj, të kuptoj dhe të krijoj ekuilibër edhe në çastet më të vështira. Pikërisht, këto dallime nuk i kanë larguar, por i kanë afruar edhe më shumë, sepse dashuria nuk kërkon dy njerëz të njëjtë. Ajo kërkon dy zemra që dinë të plotësojnë njëra tjetrën. Bekimi më i bukur i kësaj dashurie është anja. Ajo është buzëqeshja që ju jep kuptim ditëve të tyre. Drita që i bashkon edhe më fort, më e madhe se vetja e tyre. Krijojnë një familje. Sot shkëmbimi i unazave nuk është fillimi i historisë së tyre, është simboli i një dashurie që tashmë ka kaluar provën më të rëndësishme, provën e jetës. Këto unaza përfaqësojnë një premtim që ato e kanë mbajtur prej kohësh, premtimin për të qenë pranë njëri tjetrit, për të mbështetur në çdo hap dhe për të zgjedhur njëri tjetrin jo vetëm në ditët më të bukura, por edhe në ato më sfidueset. Në fund të fundit, martesa nuk është thjesht e ecës së bashku drejt së ardhmes, është të krijosh një vend ku zemra gjen qetësinë, ku gëzimet shumë fishohen sepse ndahen dhe ku vështirësitë bëhen më të lehta sepse përballohen së bashku. Është ta shohësh çdo ditë njeriu që ke pranë me të njëjtin respekt. Kristina dhe Sabri, ju uroj që dashuria juaj të mbetet gjithmonë po aq e fortë sa është sot, që shtëpia juaj të jetë e mbushur me ngrohtësi, të qeshura dhe paqe. Le të jetë kjo ditë një kujtim që do ta mbani gjithmonë pranë zemrës dhe një festë e bukur
e gjithçkaje që keni ndërtuar deri më sot. Urime nga zemra, u prift e mbara dhe qofshi gjithmonë të lumtur, dorë për dore, në çdo kapitull të jetës suaj. Një duar trokitje. Dhe gjithashtu, tashmë Kristina dhe Sabri, përpara se të kurorëzoni këtë moment me shkëmbimin e unazave, kjo është koha juaj. Nëse dëshironi, mund t'i drejtoni disa fjalë njëri tjetrit dhe të ndani emocionet e kësaj dite me ne. Okej, po ja japim nuses para. Koha e ka vërtetuar se sa shumë të dua. Dhe do vazhdoj të dua.